Kape gjeni zgjidhje valla. Çka po më çdo vjetë. Herë mua se bën gaklor. Pritet më aty. Jo, është e kuptueshme që vetëm konsensusi me subjekte politike parlamentare, sidomos, edhe ata të cilët kanë vullnetin që marrin guximin, kem institucionet e reja të Kosovës, e zgjidh këtë ngjarje politike. Ne kemi qenë qartë në propozimin tonë, kur është paraqitur që kemi të kalim kësaj krize institucionale, ta quaj, dhe propozimi nuk ka qenë sa për blerë kohë që mundohet lëvizjave vendosje ta pasqyroj ose ta hullin një drejtim tjetër, por t'ju japim mundësi qytetarëve që të kenë në mënyrë unifikuese për një kohë të caktuar me tema të caktuara, se ato janë tema, do të jenë tema afatgjate të zgjidhjes të problemeve ekonomike, të dialogut zhvillimore, të cilat janë në interes të Kosovës, jo të lidhjes demokratike të Kosovës. Tek atëherë do të japim mundësi dhe disa pika të cilat do të jenë propozime konkrete se çka duhet bëhet në këtë periudhë kohore. Këto janë pika programore, janë pika zhvillimore, po sigurisht edhe pika politike. Cili është kuptimi i insistimit nëse partitë tjera në vazhdimsi po refuzojnë propozim të tillë? Refuzim kemi vetëm nga lëvizjave vendosje, partitë tjera kanë qenë të rezervuara sepse dëshirojnë të kenë institucione ndryshe ose të udhëhequra në mënyrë të vetë udhëhequra ta quaj kështu, ose të kenë një marrëveshje politike, të cila nuk po bëhet. Domethënë, ju po e shihni që nuk ka marrëveshje politike. Partia e parë këmbgul në të drejtën e saj të propozimit një kandidat i cili nuk i merr votat e mjaftueshme dhe thirret që i ka votat për qeveri. Kanjëherë tallen edhe me tema ku kërkojnë sfidim të deputetëve ose të subjekteve politike. E kemi thënë përgjithësisht, këtu nuk jemi për të sfiduar në pjesën personale, propozita personale. Ata janë, edhe siç duket janë të barrikaduar në interesin e vet puro politik personal, por edhe të interesave financiare që tash janë ka dëmtojnë qytetarën e ka dëmtojnë institucionet e Kosovës. Tek qeveria e unitetit, ka gjos ose e sheh LDP-ja që mund të udhëheqë dikush tjetër këtë të jetë kryeministri i kësaj qeveria, po me patjetër duhet të jetë zotëria Dexhiku. Absolutisht kjo as nuk është vend në pikpyetje, kur quhet qeveria e unitetit, atëherë nuk ka këtu propozime personale. Kjo është vetë kuptueshme. Sigurisht që mund të jetë dikur që është kjo partia për një kohë caktuar dhe më të jap mundësi krijimit të institucioneve të reja. Keni ndonjë amër që keni përmendur? Jo, as nuk është përmendur sepse nuk je në fazën që më hiti. Duhet ta gjesh për krahin, tek atëherë tonë për me bisedu për anat përveçëm, për temat përveçme, ashtu siç po e bën Liga Demokratike e Kosovës. Mund të vjen mbrapa nga një qytetar që është Aleksandra Budijević, që është kërkesa e një qytetari mbrapa. Dëshira qytetarët kanë interesa, që më thonë, kanë vullnet. Nuk keni deputet, lutem gjej zgjidhjen mos na mani këtu konferencë. Lutem po pengoj. Po punë mia e koment pengojmë në ty në punë tuaj. Jo, pengom njerëz, që un po pengoj. Ka pe kryeni punë mos falni. E kryem. S'kam me ty personalisht kur po ka pe kryeni punë të mua me punë. Unë po të të foli. Jo, ç'është po të si me mos im fol. Kur? Unë jo ti po thua se do as familjon. Kur veç. Çka po më çdo vjetë. Mas 30 herë mua se bën gaklor. Pritet më aty. Jo ti po çdo deputet. Jo, s'ki shans. Çka bën me tjerë do punë jote. Po unë edhe me ty. Jo, edhe me mua. Ti më thënë. Jo, nuk po. Ti ja proposh. Pasi vullneti i popullit zgjidhja zgjedhja. Unë kape gjeni zgjidhje ma. Çka po më dhe vllai deputet. Po ç'është vjen. Uroj që ta propozoj Saranda Bujevcin, të theshton e shponi kompromis. Se pa kompromis nuk ka ndryshim.